vlen të meritoj më shumë prezantimi këtu, sepse objekti nuk shtrihet vetëm në këtë mbrojtjen, po themi, të objektit ekzistues, i cili është objekti mbrojtur, por është gjithë përfshirja në gjithë ansambël, po themi, urban, ku ndihet fryma e restaurimit të lagjes së Hebremve që quhej njëri në kohë, pavarësisht se ka dhe një rrugë tjetër që është më tutje nga ka nisur, po themi, ardhja e Hebremve dhe gjithë funksioni i besës së shqiptarit, sensi të mikpritjes edhe të krijimit të mbrojtjes më intime që mund të krijuar në një vend për Hebrenë, të cilët, siç e dimë shumë mirë, kanë ikur më shumë në numër se sa kanë ardhur. Në këtë zonë ku po shkelim këtu do jetë pavioni i hyrjes, është shumë interesant sepse do jetë dhe i veshur, po. Dhe ka gjithmonë një portë të hapur, këtu është pjesa e mbrapsme, është imazhi është bërë sikur është bërë qendër, ka një portë të hapur për treguar gjithmonë që është shumë ftuese. Është shumë interesant veshja që me forcë nga studio Kimele Shkolot që fitoi konkursin do vishet me 98% gur shqiptar dhe 2% gur lokal izraeli, sepse ai guri dhe për vetë historinë e tyre personifikon lidhjen që ata kanë me vendin dhe me tokën e tyre. Tani puna ka filluar edhe kur është parashikuar të ndodhë? Është parashikuar që kjo faza e ndërtimit të mbarojë brenda 2 viteve nga sot, kështu që të mbarojmë këtë, kemi bërë pastrim, jemi mobilizuar që punimet të fillojnë edhe të ecin me ritmin e duhur. Do ta bëjnë që më shpejt se 2 vjet besoj. Se besoj që nuk është, është ndërtim që ka kompleksitetin e vet, po nuk është i pamundur që për 18 muaj të bëhesh, besoj. Nga ana ndërtimore flas. Gjatë kësaj faze që ne kemi lidhur kontratën, kemi filluar me sondazhet, kemi filluar komunikimet me aktorët, jemi optimist sepse të dispozicioni për të mos qenë vetëm e shumë i madh. Kontrata është 20 Qoftë në anën bashkisë. Në fakt, ndërtimi është jashtëzakonisht shumë kompleks, do ketë disa përforcime që do bëhet me një sistem gati, sikur janë arkeologë ose minatorë, që futen në objekt dhe bëjnë përforcime me seksione të ndryshme. Dhe për më tepër jemi ngjitur me muzeun. Jemi me muzeun etnografik, i cili është një objekt shumë delikat, por dhe struktura e xhamit nuk është do jetë unike në gjithë Shqipërinë. Dhe në botë ka shumë pak struktura të këtilla, është një xham shumë i veçantë që duhet na ndihmoni është që muzealizimin ta fillojmë paralel, mos ta fillojmë mbrapa. Ky është gjithë problemi. Domethënë se ne jemi bindur që kompania për 18 muaj e mbyll këtë, por është mirë që ne të jemi gati me muzealizimin, që mos marrim godinën bosh të mbyllur nga kompania, pastaj të rrimë bëjmë muzealizim. Kjo do ishte sfida, muzealizimi me herë. Punohet me përmbajtje. Jemi duke lidhur kontratën me kompaninë amerikane që është përgjegjëse për muzealizimin. Që do të thotë, ne do donim që brenda 1 viti gjithë muzealizimi të ishte gati dhe ne të kapnim pjesën ndërtimore. Kjo është qëllimi. Edhe është shumë e rëndësishme që të kuptohet nga të gjithë që ky është një gur i munguar në mozaikun e Vlorës, po dhe mozaikun shqiptar. Historia e shpëtimit e hebrejve nga shqiptarët është një histori e jashtëzakonshme, është një trashëgimi historike, kulturore e jashtëzakonshme për gjithë ne dhe që flet jashtëzakonisht shumë për shqiptarët, pavarësisht musliman apo të krishterë, dhe në ndërkohë duhet pasur parasysh që me vendosjen e linjës direkte ajrore me Izraelin që fillon kërkesa nga Izraeli për të ardhur në Shqipëri turist është shumë e madhe. Kanë filluar ta njohin historinë tonë lidhur me ta dhe ky është një gur themeli mbi të cilin do të ndërtojmë shumë gjëra pozitive për turizmin, për ekonominë, për teknologjinë, kështu që besoj që Vlora është me fat do të jetë krenare që ka këtë histori. Kështu që tu jemi në kohën e dur. Edhe me Besën, në muzeun Besa, paralel fillojmë nga atje. Dhe aty kemi komponentë si që lidhet me hebrejnë dhe me besën shqiptare. Është një pakete rëndësishme Tiranë-Vlorë. Shumë mirë, perfekt. Pas ka përparuar, Po.
praktikisht inxhinieri na bën pasqyrë të Pas kam përparuar. Është shumë i bukur ky materiali. Momentalisht nga përvullohet në dy fronë, fazën 4-4 dhe fazën e kurrës. Te pjesa e godinës 4-4 oponohet 3-4 me fasadën e polikarbonatit dhe 3 grupe arlegjish. Momentalisht jemi deri në fazën 80% të veshës me polikarbonat. 80%. Po bëhet dhe veshja ka vazhdu ka di parë me pjesën e xhamit. Si që shikoni, jemi në pjesën përkatisim terrenin për izolimet dhe faza përfundimtare të tonet me ngjyrë. Ajo është faza përfundimtare për pjesën e godinës nga përkasje. Do ky është pak a shumë. Po. Ka akoma një element të çuar. Po, janë të patë. Po janë të parë. Ato vendosen pas të pjesa e... Është e paparë. Ky ishte një kufon në mes sheshit. Është ajo kam bërë punë e zakonshme atë. Si ka i bukur. Të bënë në deponë Ka bush. me po. Jemi të pjesa të rëmit parë. Jo të të sheshë. Ka qenë mbyllur, faktikisht, dhe ky është që na ku dy atë në gjëti e këta më bune, në më shumë. Lidhja që i bëjë është se kjo objekt ishte mbyllur sheshi. Sheshi me zonën historike ishte vendosur në mes. Çfarë që i bën arkitekti në është pasazh shku. Korridor. Është korridori i pasazh, është një rampë me shkollare që i sheshit që ka Jo, po kjo pratikisht është si një shesh, është shesh me godinë, kupton, nuk është më një tmerr. Sa bush. Wow. Ha? Cili u hapë? Jo, më kjo ishte një të shpënduri. Dhe ato latin balkone brendshme të ketë parapetin e gjatë. Duam kjo do jetë siç thot Agolli, në ndihmën e Allahut, kjo do jetë një qendër spektakolare e teknologjisë, startupe, art, kulturë, zhvillim rajonal, do jetë një gjë Praktikisht në shtatëma mbyllim fazën e parë, që është gjithë ristrukturimi i godinës, qarjet dhe fasada dhe ndarjet e brendshme. Rrim në fazën e dytë, që është interiori, instalimet e brendshme, kërkoj që kemi nën kontratë dhe pjesën e parkimit brenda vitit kemi të bëjë funksionar, që ka dhe një pasën pashme po programe. Sa ka parkimi? Pak, e të godinë, që është parkim të Po sa ka po? diku të këta Po aty lart kemi. Jemi te pjesa e kullës, momentalisht po punohet me pjesën e fasadës, fasada me voje. Tre faqet e grilatës mbaruar. Jemi në bërë? Po. Jemi Ku në duket fazën diku apo jo? Jemi në fazën 60%, ka mbaruar fasada me voje. Ashtu ë? Po një muaj, Po s'duket një diku? muaj mund të vazhdojmë dhe me pjesën e heqjes së skelit, nga pjesën e sheshit. A do hiqni skelën? Po një muaj, do vazhdojmë. Po ky është polikarbonati. Po hojet janë lart, ë? Po jetë nga, vetëm për pjesën e shkollës. Po ngjitin se po jas. Po që në këtë aktivitet që ditë në sheshin në Samurit, Ka burë për jo ato si... Do imagjino tani kur hiqen gjitha këto, do jetë e gjitha i qarkullueshme, me vizlajës vjetër, sheshit. kjo këtu është një promenad vertikale. Kjo do jetë një gjithë deri në katën e 16. Është qark godina dhe vjen për qark godinës, kjo është kallarja, që njerëzit mund të aksesojnë në këmbë nga sheshi Flamurit, mund gjiten deri në katën e 16 rreth godinës. Kjo është shëtitor. Është shëtitore vertikale, që njerëzit mund të lëvizin lart dhe poshtë. Edhe do krijohen edhe pika qëndrimi, kafe, bar. Jemi te rampa B. Ky është betoni kuq, ë? Po, kurse gjithë pjesa e korridorit duhet me beton zik. Vazhdon logjika e sheshit Sheshit kuqezi. kuqezi.
do kemi një shkallë spirale. Të më shumë pjesë detektorare. Unë kjo ku vazhdo, vazhdo ndej. Po kjo i bie rreth rrotull gjithë. Rreth rrotull deri në katin e 3 dhe pastaj ngjitet rreth rrotull 16 kaçi. Ky është koncepti. Kjo është e hapur, Kjo është e hapur. Shkalla e hapur. Po ky është koncepti që fasada është nga brenda. Kjo do të shkallë rrumullake. Shkallë rrumullake. Po koncepti është që fasada është nga brenda, ku ka filluar të vendoset. Në kokë këtej do ketë parapetat e xhamit dhe kjo është një shëtitore Po këtu do ketë parapetat e xhamit. Po, janë parapetat e xhamit dhe ka dy palshkallë. Ka dhe shkallë me hap më të madhe që mund të jetë për të ulur. Mund të bëhen dhe stola rrugës. Unë nuk e hoj. Kjo është spektakël. Këtu mund të përdoret për zyra për instruksionet. Kemi dhe vënd për zyra për instruksionet këtu apo. Por ka vetëm një kush. Bëhen high-tech. Instruksionet. Është techno building. Nuk ka Mbaroj, nuk. mund të jenë asistent virtual, mund të jenë. Jo, kushti është madje zyrat e fundit, zyrat rajonale e fundit janë para të Shiko, kjo duket kështu, po them që nga çka kemi folur ne me disa të huaj amerikane, këtu do vinë të vendosen dhe të huaj startupe të huaj këtu. Dhe kjo godina do ketë legjislacion veçantë. Do ketë legjislacionin e teknoparkut, do ketë taksa edhe gjithë sistemin e funksionimit do ketë veçantë. Do kush hyn këtu brenda, do ketë status fiskal tjetër, po. Përveç kafeneve, kuptohet, se aty... Jo, tash, më thoshi sot, që vetë mesazhe vëdet Instagram që në Europa, kush restorant që si të shërbimi me robot. Sa mund të edhe kafene, po me robot. E sotën dhe robotin ta bënë në mëjë. Po këto të janë sheshe, në? Po, këto janë sheshe që janë dhe hapësira publike, ashtu si qytat, janë mini sheshe, një disë sheshe të mujë dhe zonë historike. Janë të lidhur edhe me rampa, me bimësi, atë po Po parkimin kur hapet? Parkimin në fund vitin janë dy. Kjo mbaron të tjetër. Sa metra katror? Kjo ka qenë 39.000 metra katror. Ndërkohë që me çarje dhe me hapjen e rampës kanë lidhur për 17 metra katror. Gjigande, no kjo është gjigande. Thank